Festimet e ditës së Sultan Novruzit, të cilat nisën në datën 22 mars, kanë përfunduar sot në 25. Besimtarët bektashinj janë drejtuar vendeve të shenjta për të përkujtuar figurat e atyre njerëzve që kontribuan në historinë bektashiane. Në këtë kuadër, në shtëpinë e të madhit Sheh Yonus Shehu në Gjirokastër, është përkujtuar edhe ditëlindja e tij. Ceremonia nisi me vizitën në varrin e Sheh Hysenit, që ndodhet në ambientet e shtëpisë së tij. Gëzuar gjithë besimtarëve kjo ditë e sheshënuar Sultan Novruzit. Ka lindur në 22 dhe shkruar emri në 25. Sultan Novruzit ka baba im emri që ja festoj sot. Që me latë ekipos jam shumë krenar për këtë gjë. I biri Sheh Yonus Shehut, Arjan Shehu, na tregon më tepër rreth riteve të kësaj feste. Dhe festohet me kurban, me rregulla. Dhe ngjelet një ditë që nuk ndryshon. Sultan Novruzi nuk ndryshon. Ka qenë syte, ka bërë bukurinë e kësaj bote, trëndafila, ditën që ka lindur ai. Sultan Novruzi kremtohet në të gjithë botën nga data 22 deri në 25 mars. Në këto ditë besimtarët e shumtë i drejtohen vendeve të shenjta duke bërë edhe kurban në emër të Zotit.